ju keni fatin e madh që keni hurma dhe nuk duhet ta lini dhe janë nga frutat me nivelet më të ulta të pesticideve të gjetura. Prandaj duhet i konsumoni se është një fort shumë është një ligjë shumë e fortë kjo, ku nuk ka pesticide është shumë mirë. Sidomos hurmën farzez. Hurma farzez, ajo që është dhe laroshe me të zezë brenda edhe portokalli brenda, edhe but është më e pak e dëmshme për stomakun, ka nivele 2.5 dhe 3 fishta antioksidantëve, të niveleve më të larta të antioksidantëve. Pra, ta zgjedhim që t'jetë e butë dhe farzez, kjo është hurma më e mirë që duhet të zgjedhim në tregës, është ajo tjetra e forta edhe farzeza. Po mund të dhe fort, e drejtë. Po, mund të dhe drejtë. E butë është në shi, ajo kur e konsumon dhe ka nivele më të larta të karotenoideve, të vitaminës A, dhe ka më shumë nivele të larta të manganit dhe nivele më të larta të bakrit. Gjë që i bën akoma dhe më mirë tiroides, akoma më mirë sistemit imunitar. Por, patjetër që mos e konsumojmë shumë, se konsumimi i tepërt i hurmës ndonjëherë na sjell kapslëk, në vend që na sjell i shkarkim, na sjell kapslëk.